Aleanca për shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, ka kritikuar ashpër masën e qeverisë për vetpunësim në kuadër të planit operativ për punësimet. Nga kjo parti ka nënvizuar se ky plan operativ nuk ka përmbajtje me realitetin ekonomik. Plani i punësimit 2025 lë shumë për të dëshiruar, më shumë se kur ka nevojë për korrigjime rrënjësore. Ky plani punësimit ka pretendime për një qasje gjithëpërfshirëse e që janë të reme. Plani vazhdon të anashkaloj kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë, nuk garanton parazit sociale dhe ka një mungesë të thellë transparence në përzgjedhjen e përfituesve për ndarjen e mjeteve publike. Fjalët janë të mëdha, por rezultatet janë të vogla, të paqarta dhe të papërcaktuara. Në vend të strategjisë kemi spektakël, në vend të sloganeve kemi mjegu. Ky plan i paraqitur me entuziazëm nga qeveria synon të bindë opinionin publik për një angazhim ndaj të rinjve, pikërisht në një periudhë kur vendi përjeton eksodusin më të madh. Në të njëjtën kohë, ky dokument shpërfill kategoritë të tjera të shoqërisë, si gratë në zonat rurale, punëkërkuesit afatgjat aktiv dhe të papunët nga komunitetet më të marginalizuara. Ai mëtej është shprehur se mungesa e një plani të mirëfillt dhe gjithëpërfshirës është goditje e rëndë ndaj drejtësisë sociale, ndërsa mungesa e qasjes profesionale për trajnime afatgjate dhe module praktike tregon se qëllimi nuk është fuqizimi i qytetarëve, por dekorimi i agjendës politike në prag të zgjedhjeve lokale. Nga Aleanca për shqiptarët kërkuan zgjerim të mbështetjes për kategoritë e lëna pasdore, të grave në zonat rurale, të rinjt jashtë rrjetit urban dhe punëkërkuesit afatgjat. Përfshirja aktive të sektorit privat për të krijuar vende të qëndrueshme pune dhe për të ndalur krizën e mungesës së fuqisë punëtore në sektorin real të ekonomisë. Krijimi i një portali transparent ku të publikohen të gjithë të dhënat, përfituesit, kriteret dhe rezultatet. Transparencë, jo sekrete. Monitorimi i pavarur dhe raporte publike periodike që matin suksesin real, jo vetëm retorik. Rishpërndarje buxhetore, më shumë fonde për masa që japin rezultat, më pak për premtimet që nuk mbahen. Ndalimi i manipulimit me statistika, prezantimi i masave të vjetra si suksese të reja është tallje me inteligjencën e qytetarëve. Publikimi urgjent të dhënave për 5 vitet e fundit, sa përfitues ka pasur, sa biznese janë hapur dhe sa prej tyre vazhdojnë edhe më tej të jenë aktiv në treg. Sipas Halilit, përfituesit detyrohen të regjistrojnë kompani që nga dita e parë dhe menjëherë nisin tu ngarkohen kontribute e taksa dhe kjo sipas tij nuk është mbështetje, por kjo është bllokadë. Ne kërkojmë për që të paktën për 2 vitet e radhës, sa edhe zgjat kontrolli nga ana e shtetit dhe detyrimi i përfituesve për këta grante, njëkohësisht të njëjtit të lirohen nga pagesa e taksave dhe kontributeve. Qeveria ka një detyrim themelor ndaj qytetarëve. Çdo euro i shpenzuar në emër të punësimit duhet të sjellë ndikim real, të ndershëm dhe të verifikueshëm. Punësimi nuk është dekor politik, nuk është propagandë parazgjedhore, është jetë, është dinjitet, është mbijetesë për mira familje. Nga partia e Arben Taravarit akuzuan se planet operative të 2024-ës dhe 2025-ës janë të njëjta me të njëjtat fjali, të njëjtën qasje të dështuar dhe pa asnjë zgjidhje për sfidat reale strukturore.